Nëse juve ju godet ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprov, ndonjë bela, ndonjë siklet, ajo është pasojë asaj që ju keni bërë vetë, thot Allahu xhelle xhelalu. Ndërkohë Allahu i madhërisëm çfarë thot? Po ashtu në konceptin e sprovës, Allahu do të bëj, thot, për çdo sprov që vjen, çlirim nga ajo sprov. Dhe ka përmendur vështirësinë dhe sprovën në ajet në trajtën e pashquar që në gjuhën arabe me një kuptim shumë domethënës. Nuk do të vijë vetëm një sprovë. Do të vinë shumë sprova, sa janë ato e di vetëm Zoti. Pra, sikur të thonte, me çdo sprovë që do të vijë, janë shumë, me çdo sprovë që do të vijë ka dhe çlirim për atë sprovë. Pra për çdo sprovë Allahu të çliron. Kurse për vepër mirët, Allahu xhelle xhelalu sjell një koncept tjetër. Dhe ai që ka frikë Zotin, ai që i ruhet Allahu xhelle xhelalu, Allahu do t'i gjejë patjetër rrugë zgjidhje dhe nuk mbaron me kaq. Por do ta furnizojë në një formë që ai kurrë nuk e mendonte.